Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shërtojnë mundësinë e pushtimit të ishullit iranian Karg. Presidenti amerikan Donald Trump tha për Financial Times se bisedimet diplomatike duket se po ecin përpara dhe se do donte të merrte kontrollin e naftës së Iranit. Për të qenë i sinqert me ju, gjëja ime e preferuar është të marr naftën në Iran, tha Trump. Kjo ka të ngjarë që të kërkojë që forcat amerikane të marrin ishullin Karg në gjip përmes të cilit rrjedhin afërsisht 90% e eksporteve të naftës së vendit. Pentagoni thuhet se ka vendosur rreth 10.000 trupa të trajnora për operacione toksore, megjithëse ekspertët paralajmëron se pushtimi i ishullit mund t'i lërë ushtarët të ekspozuar ndaj sulmeve iraniane. Trump tha se bisedimet indirekte me Iranin përmes ndërmjetësve pakistanes po përparonin. Ministria për Ropën dhe Punët e Jashtme në Shqipëri u bën thirrje qytetarëve shqiptar që të shmangin çdo udhëtim jo të domosdoshëm në mënyrë të veçantë udhëtimet për arsye turistike në këtë rajon. Në vijim të komunikimeve të menjëhershme lidhur me përshkallëzimin në rajonin e lindjes së mesme dhe në kushtet e pasigurisë dhe të paparashikueshmërisë së zhvillimeve, Ministria për Ropën dhe Punët e Jashtme përsëriti thirrjen për qytetarët shqiptar që të shmangin sa më shumë të jetë mundur çdo udhëtim jo të domosdoshëm veçanërisht për arsye turistike në këtë rajon deri në njoftim të dytë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë pretendon se projekti Lungomare 3 në kantierin Vlorë Orikum po vijon me ritme të larta. Edi Rama ndau në rrjetet sociale pamje nga punimet që po kryen në kantierin e transformimit. Bypassi Orikum Lungomare 3, shtrihet mbi kodrat e rrugës Vlorë Orikum, do të mundësoj një frymëmarrje krejtëre për Vlorën. Ky investim strategjik zgjeron hapësirën e turizmit cilësor të Vlorës dhe krijon kushtet optimale për vijimin me Lungomaren 4 në zonën e Orikumit, duke bërë Vlorën qytetin bregdetar me shëtitoren më të gjatë të detit Mesde. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim shprehen zyrtarisht shqetësimin për anullimin e korridorit të 8 në segmentin Trebenish-Qaftan që lidh Maqedoninë e Veriut me Shqipërinë. Opozitarja shqiptare paralajmëron qeveritarët se do të mbajnë përgjegjësi. Për anullimin e korridorit të 8 në Strug u shpreh deputeti nga Struga Bekim Qoku, i cili e mbrojti qeverinë duke thënë se fakti që ka arritur kjo rrugë deri këtu është një arritje jashtëzakonshme. Në njëherë ka reaguar dhe zëvendës ministra e transportit mbi zhvillimet më të fundit për korridorin të 8, duke cilësuar atë një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore për vendin e rajonin. Sipas saj, punimet janë duke zhvilluar me progres të dukshëm në të gjithë segmentet ku janë përmbushur kushtet ligjore dhe teknike. Megjithatë, zëvendës ministra Zakolli ka sqaruar se për segmentin Trebeshin-Qaftan gjatë fazës së projektimit fillestar nuk ishte kërkuar mendim nga UNESCO përkundër ndjeshmërisë së zonës. Në takimin e fundit ndërmjet ministrit Nikolovski dhe përfaqësuesit e lartë të UNESCO-s janë paraqitur vërejtjet për projektin aktual të cilin qeveria e ka trashëguar. Zëvendës ministria Zakolli Zeqiri ka theksuar se është thelbësore që të mos rrezikohet në asnjë moment statusi që gëzon vendi. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.